Në këto rrethona detyrohemi ta ndërpresim seancën dhe me një letër ta njoftojmë presidentën se si do të veprohet në të ardhmen. Dorëheqja japet në qeveri, japet para qytetarëve, japet para kuvendit, se ç'ky kuvend e ka zgjedhur herën e kaluar. Nuk është dorëheqja ajo zoti. Ju mundi më thonë çka doni, por nuk është dorëheqja. Qëndrimi i partisë fituese që me 10 deputet që ushtrojnë funksionet të kryeministrit përkatësisht ministrave, përqen dhe deputet në njëjtën kohë, pra dhe ministër dhe kryeministër dhe deputet, është ndrim jo kushtetues, i cili bëhet si pjesë e një loje politike për të zvarritur sa më shumë formimin e institucioneve dhe ndërkohë. Kjo opozit asnjë fjalë nuk e tha asnjëherë kundrejt listës serbe, as në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, as në kohën kur diskutohej për certifikimin, gjithsesi regjistrimin e partive politike, por këta kanë hallë kryetarin e lëvizjes, këta kanë hallë Albin Kurtin, këta kanë hallë lëvizjen vetëvendosje. Është në diskrecionin e presidencës të kthejë një përgjigje ose të drejtohet gjykatës kushtetuese. Presidentja e vendit nuk ka asnjë kompetencë më në menaxhimin e seancës konstituive, sepse konsiderohet ligjërisht që seanca ka filluar. E njëjta mund mos përmbyllet, por roli i presidentës është i kufizuar vetëm tek thirrja e seancës, e pastaj menaxhimi, përmbyllja e saj, votimi i pikave të rendit ditës, zgjedhja e kryetarit dhe nënkryetarëve janë gjitha përgjegjësi e deputetëve të Kuvendit të Kosovës.